Policia reagon për aksidentin ku humbi jetën gazetari Enrik Mehmeti. Policia reagoi në lidhje me aksidentin ku humbi jetën gazetari Enrik Mehmeti. Vlorë informacion paraprak rreth orës 21:40 në zonën e Dajlanit në Vlorë në Bregdet dhe jashtë zonës rrugore ka ndodhur një ngjarje aksidentale me pasojë humbjen e jetës së shtetasit e më rreth 40 vjeç, banues në Vlorë gazetar. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se duke lëvizur me një motomjet me 4 rrota, ai ka humbur kontrollin mbi drejtimin e motomjetit i cili është përmbysur. Si pasojë e përmbysjes, drejtuesi i motomjetit shtetasi M ka pësuar dëmtime të rënda trupore. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë dhe autoambulanca. I dëmtuari është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal Vlorë, ku pavarësisht ndihmës së dhënë nga personeli mjekësor ka ndruar jetë. Në motomjet ndodhej si pasagjer shtetasi KS rreth 18 vjeç, i cili ka pësuar dëmtime të lehta pa probleme për jetën. Nga verifikimet paraprake rezulton se ngjarja aksidentale ka ndodhur jashtë zonës rrugore në një sipërfaqe bregdetare dhe nuk ka përfshirë mjete të tjera po përdorues të rrugës. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen të gjitha veprimet procedurale në vendngjarje për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të kësaj ngjarje aksidentale.